Pisar, do kalojmë edhe në për disa foto, edhe po du me edit edhe prej teje disa komente. Janë 3 foto të cilat I kemi zgjedh. Fotoja e parë është e kamionit me ushtarët, ndoshta na tregon ti pak më shumë edhe më në detaje. Kjo foto është e bome e realizuar në Prizren, domethënë menjëherë mas hyrjes së ushtarëve të UÇK-s. Këta djemët që pishin në fotojën pjesëtar të Brigadës Atlantiku, për ata që se din, kanë qenë djemë shumica që kanë jetu në Amerikë, edhe janë mobilizu edhe kanë ardhë. E kemi zgjedh faktikisht ma shumë këtë foto për shkak me kallëzu edhe atë momentin e fitimtarit, ku këta djemë veç disa ditë ma parë nuk e kanë dita, kanë me ardhë si fitimtar në Kosovë. Këta kanë qenë ma shumë në zonën e Pashtrikut, kanë qenë dislokum rreth Kosharës, edhe ky moment është kur trupat e UÇK-s, domethënë ushtarët e UÇK-s hynë në Prizren si fitimtar. Ndërsa fotoja e dytë është një vajzë me flamur kombëtar. Foton e dytë që përsheni këto janë momentet e festimit në sheshin Nëna Terez, shpallja e pavarësisë, ka qenë nështë dita ma e lumtën e jetës, momente që nuk harron kur. Me mujt me pa ose me mujt me përmbledh një sakrificë kaq të madhe me një sukses për një periudhë të shkurt, të e marrë parasysh që na kemi qenë me shekuj të okupum, po mund do këtë që konfliktin Kosovë kemi pas fatin që ka zgjat një periudhë më shkurt se që shpeshojmë konflikte tjera. Ndërsa fotoja e tretë është një moment gëzimi, është monumenti Newborn, është flamuri I Kosovës. Jam mundu është shumë vështirë me I da 3 foto prej karrierës, edhe me thonë përshkruaje karrierën tonë. Fotoja e parë ka qenë, domethënë, përfundimi I luftës. Fotoja e dytë është shpallja e pavarësisë, dhe foton e tretë kemi bo faktikisht është një djalë I ri me një maskë në përvjetorin e shpalljes pavarësisë para monumentit Newborn, ku tregon rinin me flamur të Kosovës, me I dhonë një shpresë se faktikisht shpresa jonë janë rinia. Për ata është boton kjo sakrificë që ata me qenë të lirë dhe me pas një eksperiencë qysh është me u lindë dhe me jetu në liri.